Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar për vazhdimin e ndërtimeve të objekteve të banimit në mënyrë të paligjshme në Çajir. Sipas BDI-s, këto ndërtime po bëhen me tolerim të institucioneve komunale. Arianit Ademi nga BDI theksoi se pasojat janë të qarta, si rrugë të bllokuara, mungesë parkingu, presion mbi infrastrukturën dhe humbje hapësirave publike. Ata jetojnë në komuna të tjera si Buteli, ndërsa Çajirin e përdorin si vend për përfitime financiare nga ndërtimet. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë. Sot i bëjmë thirrje publike komunës së Çajirit të ndaloj menjëherë çdo tolerim ndaj ndërtimeve të paligjshme dhe çdo marrëveshje që lejon uzurpimin e hapësirave publike. Sipas Ademit, institucionet ndëshkuese kanë detyrim ligjor të veprojnë dhe nëse nuk veprojnë, përgjegjësia do të jetë e tyre. Ademi bëri të ditur se BDI Çajir do të fillojë identifikimin e çdo parcele dhe çdo hapësire publike ku tentohen ndërtime të paligjshme dhe siç njoftoi ai, çdo rast do të bëhet publik dhe do të denoncohet para institucioneve kompetente.